Namazi o lidhja me e fuqishme mes robit dhe Allahu Gjelle Gjelalu. E qka ka mundësi mu kanë me e madhe të robi jashtë Allahu Gjelle Gjelalu? A nuk është se Allahu na jep bukën neve? Po. A nuk na jep aj ujin neve? Po. As na i ka dhënë aj e vladët? Po. A nuk na i ka dhënë jetën aj, shëndetin, të mirat dhe gjithë shka ne gëzojmë është prej Allahu te bareke ve teala. E si ka mundësi diçka e cila çka do që e numëron dhe nga cila do anë që e sill është e Allahut, si ka mundësi ajo mu bo me e madhe se Allahu? Çka do që t'i gëzon, ta ka dhënë Zoti. Si ka mundësi që ajo mu bo me e madhe në zemrat tona se Zoti te bareke ve teala? Andaj namazi është lidhja e cila e ban robin me shkel mbi gjitha gjërat dhe mu ngrit në nivelin më të lartë. Andaj Allahu Gjellu Ala kur e zbriti mbi pejgamberin ton alayhi salatu selam farzin e namazit, e veçoi mbi këta farzët. Zekati ka zbrit në Kur'an, ka zbrit haxhi në Kur'an, ka zbrit Ramazanin në Kur'an, dhe këta farzët ka zbrit në tokë. Ka zbrit Gjibrili dhe ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë çta e keni farz, çta e keni farz, çta e keni farz. Kur ka ardhur namazi mu bë farz, ka thonë jo, bjema këtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe shikoni këtë raport. Ka thonë këtë Kur'anin dhe këtë ta detyrat i çoja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, le t'ja u përcjell dhe umetit vet se i kanë farze dhe këto janë haramët. E kur ardhte puna e namazit tha jo, ngjitmani Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nalt. Dhe unë gjithë naltë Muhammedi a.s. Dhe ishte një piken e cila smute me të i kalu e Gjibraili. Dhe i tha nalu ti, une shkoj ma naltë. Tha une këtu e kam ti hec ma naltë. E afroj Allahu Gjelle Gjelalu në pranijen e vetë Muhammedi a.s. Dhe i tha i kije obligim ti dhe umeti jot 50 kohë gjatë ditës farz. U këthi e takoj Musaj, tha shko se shumja. U këthi deri sa zbriti 5. E kur zbritën 5, i tha Musaj a.s. Këtheu të zotiot se shumja s'munën mi ba. Atër tha Muhamedi a.s. Jo, estahi me rabbi, më vjen mare më për i zotit ta mu këthi edhe njerë mi thonë, a ka mundësi me lecue? Atër e thiri Allahu Gjellu Ala Muhamedi a.s. Që i tha la ju beddelu l'qawlu ledej. Tha o Muhammed a.s. Tha fjallet e unës ndryshohet. Ato apet janë 50. Juve ja u këmbo 5, te unë logaritën 50. Te unës ndryshon fjalla, po unë ta logariti 50. Ama fjalla 50 nuk ndryshon. Ti fal 5, a i cili fal 5 i ka fal 50, a i cili kalon 5 i kalon 50. A i cili e kalon 5 ko i kalon 50 vaktit e Zotit e bareke ve teala. Për çdo ditë ka 50 vakte sabon ato. Farz të Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj për dallim nga gjitha farzët, Allahu tha ngjitmani Muhamedin nalt, t'ja bëj obligim farzin. Dhe prap na e lajna farzin, prap na diskutojna dhe boj muhabet, as ka islami tjetër tem përveç namazit? Jo. Tha Allahu Gjelle Gjelalu në surën Rum, ajetin 11, si vazhdimësia asaj që ka përmendëm. Fa aqim wajhaka lid-dini hanif. Tha drejtoje ftyrën tane ka feja e vërtet. Fitrat Allahi allati fatara an-nas alaiha. Nga feja e vërtet mbi të cilën e ka kriju Allahu Gjellu Ala insanin. La tabdila li khalqillah. Krijimi i Zotit nuk ndryshohet. Krijimi Allahu Gjellu Ala nuk ndryshohet. Walakin akthara an-nasi, mirë po shumica e njerëzve nuk falenderojnë. Çka tha Allahu Gjellu Gjelalu në vazhdim? Munibine ilejhi wattaquhu wa aqimu s-salata wa la takunu min al-mushrikin alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhi farihun. Sadaq Allahu al-azim. Vërtetën e ka thënë Allahu Gjellu Ala. Këta nuk ka feja e Zotit, ka feja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Feja e cila ndryshohet. Tha Allahu Gjellu Ala, pendohuni te Zoti, ktheja në ftyrën Zotit te bareke ve teala. Pasaj që tha, wattaqu, tutjuni Allahut. Tutjuni Allahut.
wa aqimus salat, dhe falë namazin, dhe mos u bëni prej paganëve, mos u bëni prej idhujtarëve, mos u bëni mushrik si Ebu Gjehli dhe Ebu Lehebi, të cilët nuk kanë falë namaz dhe kanë qesh me namazin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ka marrë plancin e devës dhe ja ka gjujt në krye. Sot neve nuk ne e gjujmë plancin, po e merr një planc fjalëve dhe ta gjujmë krye. Thot ta kanë shpërla trunin. Ala me namaz, ala me xhami, njerëzit hipën Mars. Çka kanë bën Mars atje? A veç me lomotit fjala. Njerëz kanë hip Mars. Çka kanë bën Mars atje? Çka janë bën Mars? Muhamedi alayhi salatu wasalam e ndrejti njerin, ata alasën për ndrejtin veturën. Allah janë të bo, janë të modifikuar. Muhamedi sa merr për njerin, nuk erë për materien, erë për insanin, për shpirtin e njerit. Andaj shikoni çka janë dudash me ba. Janë dudash me legjitimu. Janë dudash me ato shoqëri që neve po na e çajin kokën se ata dhe ata dhe ata. Janë dudash me legjitimu një varg hapash që të ka gërdit jeta epi kur kusht së të përgjizet për kërgja, epi edhe shkon ka dale. Apo qka tha Allahu te bareke ve teala në Kur'an? Wala taqtulu anfusakum, mos gaboni me vravet vetën. Njoni thot, u që du me vra, po s'ka me vra. Ka thënë alayhi salatu wassalam, kush e mit me vetë vetën në xhenem e fut Allahu dhe vazhdimisht ai vritet me atë çka vra. Kjo feja Zotit ta imponon jetën. Ata thonë si dushë je gërdit, asa shpejt gërditën, që të hapa shko. Se ashtu shumë janë bas, po mujna mi drejtue. Allahu çfarë tha? Wala taqtulu anfusakum, mos gaboni me vravet vetën. Apo wala tulqu bi aydikum ila tahluka, mos e qitni në helaç vetën me durtë juve. Kjo është feja Zotit. E shikoni fenë e tyre. Feja e tyre është si dush që atë janë i ure madhe, po që ma shkurt që hapat. Pastaj neve ne diskutojnë fejnë e Zotit. Tha Allahu Gjellola, këthenu ka feja e Zotit, ka feja për nga mërve Ibrahimit, Muhammedi s.a.s. Fytrat Allah, natyra e Zotit. Që kjo natyra Allahu Gjellola? Vët të ku, të t'juni Allahut dhe falë në namazin, mos u bani pagan. Kanë thanë djetarët, prej shenjave të njeriut i cili ka një paganizmin zemër, është kër e le namazin. Pi shenjave se një njeri atë adhuru do një put dhe është ngrit do një put në zemrën e tina, prej dinarit, a dirhemit, a dolarit, a eurës, a makinës, a grujës, a evladit, a shpijes, a loqit, është se ajë se falë namazin me respekt. Ki kujdes, në zemrën tanë një put mundet mu ba, e Allahu atë zemrë që ka put se ban kabul kur. Ki gjunati falë Zoti, putin se falë. Inna Allahe la yaghfiru an yushraka bih. Zoti kur se fal mu bo shok dikush me ta. Andaj një ditë për ditëve Ibrahimi pak e dasht Ismailin dhe djetarë thanë, pa nuk ka normal me dasht e vladina? Kush e ka vendosë këtë dashti për e vladin? Allahu Gjellu Ala. Aloj, u zbavit me djallin e vetë. Mirë po Ibrahimi po përgaditi për një pozitë shumë atë madhe. Qka i tha Allahu Gjellu Ala? O Ibrahim, ja qoj në ndër. Ja që në ndër se shumë i edhanë mazjallit. Prej therë. I tha Ismailit, inni ara fil menem. O djali jam të të pa në ndër, du të me therë. Du të me therë djalin. Njani parët së nile, a i djalin e kalam. Ka thonë, undur, ti që shpesha këtë punë. Qika, deri sa e vendosi thikën në qaftë Ismailit, atër i tha Allahu Gjellar e ka të sadak të rruje. O realizove andrën o Ibrahim, ti e tash pejgamberi i dytë pikit pejgamberve. E në kryet tanë është Muhammedi s.a.s. Djali, evladi, dhe e dini kush është nërfuni thikës. Nuk o dolar, nuk o hajvan, nuk o njëri thjesht. O pejgamber, o pejgamber, tha nëja thikën. Vënëja thikën se në zemrën tanë në livritit i shka. E na, Allah, elhamdulillah, e ka po dashin me therë. Delën, lopën, devën. Apo e tani na për disa letra me ngjyra. Për disa letra me ngjyra. Ja kanë vendosur do shifra aty. I kanë bërë të këndshme. Ti reklamojnë vazhdimisht. Ta hupin Allah. Si ka mundsi njëri me hup Allahun Gjelle Gjelalu për disa letra me ngjyra? E di se këtu dhem kur është zemra shumë e ngjit për ato dollar e për ato euro. Apo
Andaj, ki kujdes, Allahu Gjellola pejgamberit i ka dhënë thera Ismailin. E na, s'mujna dhe njëherë, jo, s'po të tojna mi shkoq. Pak, 5 minuta Zotit jepja. Pak, andaj Allahu Gjellalu, shiko sa e bonit madhe namazin, tha, wa të kuhu, wa aqimu salata, wa la të kunu minel mushrikin. Dhe musubani për mushrikve. Pasaj qëfar tha? Musubani për mushrikve minel ledhine farraku dinehum. Për atyre dhe sët e kanë përqa fejnë vetë. Apo, shia, grupe, kullu hizmin bima ledejnë fërihon. Keti gëzohën dhe vetës, kinezit vetës, amerikanit vetës, evropianit vetës, indianit vetës, si cëllit vetës. Apo, dhe luftat shumë ta. Shkoj njani prej njerëzve jo musliman në një prej shteteve të arabve. Dhe shikoni këtë madhështi të fesë Allahu subhanahu wa ta'ala. Qka do më thonë minë ledhine fërraku dine, për atërë dhe zët e kanë përqa fejë. Dhe alhamdulillah feja Zotit është përbashkuse, jo përqarse. Shkoj për strategji tjera, mi përcel musliman që ka bajnë. Shkoj me detyr, dhe i po i hec venet e muslimanve. Ta du me shku ta i veni kresor atje. Qabe. Në vakt haqit, pak para koronës, pak para Covidit, 3 milion haji me një vakt kanë bo haq. 3 milion. Ushtria më e madhe si ka mbi 1 milion në gjys. Ushtria më e madhe në botë si ka mbi 1 milion në gjys. Apo, ma e me këtë qifër, dhe ma e me këtë tjetër në 3 milion haji për një herë, të bo haq. Dhe po e përcjell si strateg i luftës namazin qabe. Edhe mur të këbire imami, Allahu Akbar. 3 milion haji për një herë u lidhën saft. 3 milion veta. Kudo që janë në për rrugë dhe mahalla. Apo, tha, du me folë për këtë punë. Unë du me folë për këtë punë, pa. Qëfar du me punë? Tha, unë i këm pa këtë ushtrit e botës. Kem ushtru atje. A i di sa ran, a i di sa duhet hizmetin mi aboni ushtarit, që a i më fund me të nejtë gaditu pak. Disa minuta. E ka mundësis të ngonë. E duhet me pagujt mire kështu me radhë. Tha, kush i ka mësu këto me një fjallë, qka ju tha ki? Qka ju tha ki që me një fjallë këta uronitën saf ki? Dhe as një andis lëvis pisafit. Tha, kështu e ka bo farz Muhammedi s.a.s. Ka dek para 1400 vjetëve. Imam e mërë të këbire kur zguzon me dalë pisafit. A ka femat madhe se që ka i bashko njërzit? A ka femat madhe cila 3 milion njërës për njëherë i fut në saf, zguzojnë me livrit, zguzojnë me iki hramin, zguzojnë me bo asni gjuna. Për qëfar? Po a i pari që ka e ka bo këta ka dek. Ka dekaj. Mirë po a i është për cilësi dhe rësuli i Allahu te bareke ve teala. Andaj dhe Allahu gjela musubani për këtyre të cilët e kam përqa fejen. Nuk ka si feja islame kur kun bot. Duaje, mësoje, respektoje, lartësoje. Lartësimi ma i madh bëhat të evnu balin se ishte për Allahun te bareke ve teala. E lusmi Allahun gjele që Allahu të naba për namazlive.